Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë, nëse të del gjumi natën, mos i bëj kurrë këto veprime. Të ka ndodhur të zgjohesh në mes të natës i friksuar se nuk po mund të flini mjaftueshëm gjumë. Një shpjegim për këtë është edhe fobia. Sipas doktor Mikael Breus, specialist i gjumit, njerëzit priren nga frika e çuditshme që të mos kenë edhe një gjumë cilësor dhe të mos ngopen me gjumë gjatë natës. Dhe kur ka patur mjaftueshëm kohë gjatë ditës për të pushuar dhe për të fjetur, sërish të ndiheni të lodhur. Fatmirësisht ekziston një zgjidhje tepër funksionale për të kapërcyer gjithmonë këto situata. Mos e kontrolloni kurrë orën kur ju del gjumi. Sipas Breusit, shumica e njerëzve ushqejnë në një frikë të tillë me idenë se të nesërmen nuk do të jenë as pak kreativ ose frytdhënës. Kështu, në orët e para të mëngjesit që ju del gjumi, shohin orën, përllogaritin se sa kohë ka mbetur dhe detyrimisht shtyjnë veten drejt stresit dhe ankthit. Në vend të kësaj përpiquni të dremisni sërish, pa u shqetësuar shumë për orën që po kalon dhe gjithashtu duke ndërmarrë edhe disa hapa nëse pagjumësia po kthehet në një problem të vazhdueshëm në jetën tuaj. Ju duhet të flini mesatarisht 7 deri në 8 orë gjysmë gjumë pa ndërprerje. Në mënyrë që të keni një gjumë cilësor dhe pa shqetësime gjatë natës, duhet të ndërmerrni disa hapa bazë gjatë mbrëmjes për të rritur kështu cilësinë tuaj të gjumit. Sipas Del Site në këtë video, do të rendisim disa mënyra alternative të cilat do ju vinë në ndihmë për të patur një gjumë cilësor dhe për të ndihmuar veten tuaj edhe kundër problemeve të pagjumësisë. Në qoftë se vuani nga pagjumësia përpara se të shkoni për të fjetur, konsumoni qumësht të ngrohtë. Qumështi i ngrohtë është një nga opsionet më të mira të një gjumi të thellë dhe komod. Ai përmban triptofan i cili rrit serotoninën në tru, një substancë e cila na jep ndjenjën e lumturisë dhe të mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore pasi mund të nxjisë cilësinë tuaj të gjumit dhe mund të mbajë larg gjithashtu edhe problemet tuaja të pagjumësisë. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe është thelbësor për një gjumë më cilësor, citon Del Site. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të shtuar në dietën tuaj për të nxitur një gjumë cilësor është gjithashtu edhe çaji mentes. Çaji mentes lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tij antiinflamatore. Mentet janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për të përfshirë në dietën tuaj dhe për të lehtësuar problemet tuaja të pagjumësisë. Gjithashtu, nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose një prezantim të rëndësishëm, ky çaj është një mundësi e shkëlqyer për të shtuar në dietën tuaj dhe për të nxitur gjithashtu një gjumë cilësor. Lëngu i qershive nuk duhet të ngelet pas për të shtuar në dietën tuaj. Është një mundësi shumë e mirë për gjumin cilësor. Lëngu i qershive të tilla si qumshti përmban triptofan. Prandaj, ai mund të prodhojë hormonin melatonin duke përmirësuar kështu edhe cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar se mund të nxjisë edhe një gjumë më të mirë dhe më të rehatshëm gjatë ditës, ndaj sigurohuni që të merrni një zgjedhje më të mirë ushqyese për të shtuar në dietën tuaj dhe për të nxitur gjithashtu edhe cilësinë e gjumit tuaj. Qumshti i arrës së kokosit duhet të shtohet me patjetër në dietën tuaj. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, dy minerale shumë të rëndësishme për të ushtuar në dietën tuaj dhe për të nxitur gjithashtu edhe një zgjidhje më të mirë kundër problemeve të tilla. Përveç se do të zvogëlojë presionin e gjakut, falsasive të mëdha të elementëve ushqyese do të nxjisë një gjumë cilësor dhe do të mbajë larg edhe problemet e gjumit. Edhe bananet janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për të përfshirë me patjetër në dietën tuaj, çka do t'japin rezultate mjaft të mira edhe për cilësinë tuaj të gjumit. Bananet përmbajnë triptofan, përveç dy mineraleve kryesore relaksuese të muskujve, kalium dhe magnez. Fruti ka një efekt qetësues në funksionet tuaja të gjumit dhe gjithashtu do t'japë rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Prandaj, bananet të konsumuara në mbrëmje do t'japin rezultate fantastike në nxitjen e cilësisë suaj të gjumit. Çaji i jeshil është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të shtuar në dietën tuaj, i pasur me antioksidant.
Çaji i shkil është një mundësi e shkëlqyer edhe për të nxitur gjumin tuaj shëndetësor. Ato do t'japin rezultate fantastike në cilësinë tuaj. Ky çaj do të relaksojë stresin duke ju ndihmuar të flini më qetë gjatë natës dhe të evitojë gjithashtu edhe problemet e pagjumësisë. Qumshti i bajameve është një mundësi e shkëlqyer për të nxitur një gjumë cilësor dhe të mbajë larg gjithashtu edhe problemet e pagjumësisë. Bajamet kanë gjithçka që trupit të njeriut i duhet për të marrë gjithashtu edhe rezultate fantastike në nxitjen tuaj të gjumit. Ato janë edhe fantastike në nxitjen e cilësisë më të mirë të gjumit. Çaji i kamomilit është një tjetër produkt shumë i vlefshëm për të shtuar në dietën tuaj për të nxitur cilësinë e mirë të gjumit dhe për të mbajtur larg gjithashtu problemet e pagjumësisë. Ai ka efekte zbutëse për trupin e njeriut, çka do të nxjisë një gjumë më cilësor. Ndaj sigurohuni që ta keni pjesë të dietave tuaja në mënyrë që të keni një nxitje më të mirë të cilësisë së gjumit. Zakonisht ai rekomandohet edhe për dhimbjet e stomakut ose problemet e pagjumësisë, pasi mund të ndihmojë në uljen e tensionit të lartë dhe të sigurojë gjithashtu edhe një gjumë më të mirë. Është e rëndësishme që këto produkte t'i keni pjesë të dietave tuaja në mënyrë që të keni një nxitje më të mirë të gjumit dhe të evitoni gjithashtu edhe problemet të cilat lidhen me gjumin e dobët. Gjumi është shumë i rëndësishëm të jetë i plotë dhe të mos keni shqetësime të njëpasnjëshme, ndaj duhet të tregoheni të kujdesshëm me atë që shtoni në dietën tuaj, pasi vetëm kështu do ta keni më të lehtë të shtoni cilësinë e gjumit tuaj. Ushqimet që hani dhe koha e vakteve tuaja do të ndikojë gjithashtu në cilësinë e gjumit, ndaj sigurohuni që të zgjidhni produktet më të mira shëndetësore, të cilat do t'japin rezultate fantastike për cilësinë e gjumit dhe mbajtje larg të problemeve të tilla. Sigurohuni që gjumin ta bëni të plotë dhe të mos vuani gjithashtu edhe nga shqetësime të tilla. Rekomandohet veçanërisht për njerëzit që vuajnë nga pagjumësia pas një dite të lodhshme të konsumojnë edhe recetat e duhura të cilat do të nxisin sasinë më të mirë të gjumit. Kora Habinovka, eksperte e gjumit nga Sleep Speaker, këshillon se duhet të jetë një vakt i lehtë. Edhe pse të gjithë reagojnë ndaj ushqimeve ndryshe, ka disa rregulla të përgjithshme, të cilat duhet t'i ndiqni me përpikmëri. Disa ushqime si kafeja dhe pije të tjera me kafeinë duhet të kufizohen menjëherë gjatë mbrëmjes për të evituar kështu edhe problemet tuaja të pagjumësisë, pasi vetëm në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë nxitjen e një gjumi më të mirë dhe cilësor. Disa ushqime si kafeja dhe pijet me kafeinë ose alkooli duhet të evitohen plotësisht nga dieta juaj në rast se doni një gjumë më cilësor. Ajo ka treguar listën e ushqimeve të cilat janë quajtur si super ushqime të gjumit. Mishi nga gjeli i detit i konsumuar gjatë ditës do të luajë një rol pozitiv në cilësinë tuaj të gjumit në mbrëmje. Edhe pse konsumi i sasive të mëdha të proteinave pak përpara gjumit nuk rekomandohet, në moderim ushqime të tilla si gjeli i detit do të ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit dhe uljen e shqetësimeve. Gjeli i detit përmban triptofan, një aminoacid që rrit nivelin e melatoninës në trup dhe ndihmon gjithashtu edhe me gjumin. Peshku. Përfshirja e peshku si salmoni ose toni në vaktet tuaja mirëbërëse është një mënyrë e thjeshtë për të rritur marrjen e vitaminës D. Mungesa e vitaminës D rrit rrezikun e çrregullimeve të gjumit dhe vështirësisë për të fjetur. Kështu që ndërsa përpiqeni të kaloni pak kohë jashtë në diell, duke rritur sasinë e ushqimeve të pasur me vitaminën D, ndihmoni në përmirësimin e gjumit. Çajrat bimor. Zvendësoni një prej kafeve të përditshme me çajin bimor, si një kamomil, kontributi në përmirësimin e cilësisë së gjumit do të jetë i lartë. Çaji i kamomilit redukton ndjenjën e ankthit duke çuar në një gjumë më të qetë, sidomos në rastet tuaja kur vuani nga faktorët e jashtëm. Mjalti i shtuar në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer dhe e mirë për të rritur cilësinë tuaj të gjumit, citojnë ekspertët e Healthline. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.